të lutem edhe një herë. Tani edhe një herë po ju kërkoj mirëkuptimin se ka shumë kolegë për procedurë. Ju lutem, zotin Albati dhe një herë po ju lutem. Ne kemi hyrë, procedura u bën në fillim. Ju lutem të zbatojmë rregulloren dhe t'ja japim fjalën kolegut Bylykbashi. Vazhdoni zotin Albati, po vetëm keni parasysh një gjë, që fjala për procedurë të paktën bazohet në rregullore. Shkon kjo punë, se jemi në parlament, nuk jemi në parashkollor. Tani, për procedurë, një kolegu i kraut majorancës mori fjalë dhe na tha që është turp që deputetët flasin këtu, por që është jashtë rendit ditës, thonë këtë e thonë atë. Unë po ju them që nuk është as pak turp të thuash të vërtetat dhe hallet e qytetarëve, është turp të mbrosh ajdutët, ata që vjedhin parat dhe djesën e qytetarëve, është turp të ngresh kartonin për të miratuar vjedhjet ndaj qytetarëve, ky është turp, dhe jo vetëm turp, është turp dhe është krim ta bësh këtë. Se ngresh shqetësimet e qytetarëve, ne këtu jemi për këtë punë. Jemi votuar që të vim e të ngrejmë shqetësimet e qytetarëve. Nuk jemi votuar të vim të ngrejmë kartonin për të miratuar ligje, projekt ligje, vendime për të vjedhur djersën e qytetarëve. Dhe një gjë të fundit, me që sekretari i kuvendit më dha një këshill për të dalë para pasqyrës, dola Niko, nuk pash ndonjë djalë shumë bukur, por një ajdut, një batakçie, një mashtrositi nuk e pash. Me procedurën, zotin Albati, po pse e shkelni rregulloren me të gjitha këmbët? Zoti Bylykbashi keni fjalën. Po ç'është gjithë ky mllef o buridheu, ç'është gjithë ky mllef që si më mund përdorni fjalor të tillë më për kryetarin e kuvendit? Pati të rreq vëmendjen për fjalorin që përdor. Zoti Bylykbashi keni fjalën. Po. Zoti Bylykbashi keni fjalën. Kur ta do e marr fjalën. Ju lutem koleg, mbani qetësi. Ju lutem. Zoti Bylykbashi vazhdoni, ju lutem. Jo, kur të marroj do të. Marroj si të moç. Si? Po pra, merr masa, nuk ai përdor fjalor, nuk merrni masa. Dije, të lutem të dukon nga fillimi. Të nderuar koleg, nderuar qytetar. Besoj, ka mundësi, ju lutem. Do marri nisësh dhe flas. Zotin Albati, ju lutem, po e shkelni kodin e sjelljes me gjitha këmbët. Ju lutem shumë. Bylykbashi, ju lutem vazhdoni. Lutem kohë nga fillimi. Të nderuar qytetar, çështja që kemi për diskutim është krejt formale, aderimin në një traktat i cili shërben njerëzve me një aftësi specifike të kufizuar, po unë jam i sigurt që nëse buxheti i shtetit do të shpenzonte shumë herë më tepër për këta njerëz, të cilët për të gjithë shtresat në nevojë, aq para sa i marrim nga xhepat me taksa, jam i sigurt që situatën, gjendjen e tyre do kishin shumë më të mirë. Dje, jo më larg se dje, pata një bisedë me një koleg qytetar, intelektual, me eksperiencë, i zgjuar, i cili më përmblodhi në 3 pika, të cilët unë besoj ja vlen që ti ngre këtu me ju. 3 çështje që e kanë përshkruar qeverisjen tuaj gjatë tyre 12 vite. E para, me shprehjen e famshme dhe ndoshta gjën që realizoi më shumë Edi Rama, kryeministër, kur tha ditën e parë, tha, nuk keni parë gjë akoma. E ka plotësuar pik në pik. Nuk ka lënë gjë. Ne u çuditëm në fillimin e këtij sesioni me faktin që tashmë ka edhe një ministër virtual, Diella. Por kur pam komunikimet online të zëvendës kryeministres, kuptuam edhe si funksionon kjo gjë.
se si funksionon mënyra si paraja shqiptarve mund të zhduket, përvetësohet në mënyrë kriminale, jo thjesht korruptive, siç ndodh me këtë buxhet. Nuk ka njeri që nuk bie dakord që minimumi i korrupsionit, minimumi konservator është 25, 20 deri në 30%. Bëni llogarinë e buxhetit shtetit, merrni vetëm investimet, aplikojeni këtë 30% dhe kuptoni se po flasim për qindra miliona euro korrupsion në vit me një buxhet. Shumëzoj me numrin e buxheteve, kuptoni sa para janë marrë shqiptarve. Po flas vetëm investimet, asgjë tjetër. Nuk keni parë gjë akoma dhe ne kush e di çdo shohim është vetëm sa është hapur kutia e Pandorës me emrin Balluku. Mundroj dhe shpreja. Sepse do çuditemi për ditë më shumë. Dhe kjo në fakt nga ana tjetër ka një emër, është Edi Rama. Se e ka paremruar ai, do them pak më vonë diçka tjetër. E dyta që më tha është çprindërimi. E pyeta ore çfarë do të thuash me këtë? Prindrit që po largojnë fëmijët e tyre. I largojnë për të studiuar se këtu nuk kanë shpresë që marrin ndonjë arsim. I largojnë për të punuar se këtu nuk kanë punë. Por edhe kur i janë në gjendje i largojnë se ky nuk është vend. Pra prindrit nuk janë më prindër se i kanë larg fëmijët e tyre. Tani kjo nuk është histori opozitash, dhe histori këtej, dhe votuesit tuaj kanë këtë histori. Që i kanë fëmijët jashtë, larg, i shohin rrallë, vdesin pa i patur aty pra. Se ky vend, që ka vend për shumë herë më tepër se që jemi ne këtu sot prezent, jo, nuk ka vend se s'ka mundësi. Dhe e treta, e cila këtu do shkoj pak më gjatë, e treta ishte privatizimi i shtetit dhe shtetëzimi i privatit. Brilante. Tani do ja them pse. Urdhër 257, mos gaboj, se ashtu lexohet, i nëntorit 2014. Për marrjen e masave për kryerjen e procedurave për dhënien me koncesion, partneritet publik-privat të punëve dhe shërbime publike të identifikuara si të mundshme. Ky është urdhër i kryeministrit. Urdhër. Dhe më pas thot, ministrit thot, kanë detyrimin ta zbatojnë këtë urdhër. Numri i ministrive të përfshira është 9. 9 ministri. Do lexoj listën unë tani. Por është praktikisht, si thua, gjithë shteti brenda i përfshirë. Koncesion ose PPP për gjysmën apo më shumë të qeverisjes publike, që sipas kushtetutës në eni 2 thot, populli ushtron sovranitetin në vërtet përfaqësuesve të tij ose drejt për drejt. Përfaqësuesit zgjedhin Këshillin e Ministrave, i cili sipas nenit 100 përcakton drejtimet kryesore të politikës përgjithshme shtetërore, më pas i ekzekuton ato dhe thot 102.4 thot ministri brenda drejtimeve kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore drejton në përgjegjësinë e tij veprimtarinë që ka në kompetencë. Kryeministri jep urdhër çfarë kanë kompetencë, privatizoje. Shtetin privatizoje. Tani dëgjoni pak listën që ka identifikuar ky urdhër, që jep urdhër ministrave për tu privatizuar. Çfarë? Kontrolli bazë mjekësor, shërbimi dializës, shërbimi furnizimit të instrumenteve kirurgjikale sterilizuara. Ju tingëllojnë koncesione këto? Dhe qindra miliona nga mbrapa? Track and trace për barnat, shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore, furnizimi me oksigjen i shërbimit spitalor publik, shërbimi laboratorik spitalor, administrimi i një spitali rajonal, administrimi